Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj Jared Kushner kanë bërritur sërish në Shqipëri, këtë herë në qytetin bregdetar të Vlorës. Vajza dhe dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump janë parë sot në jug të vendit të shoqëruar nga masa të shtuara sigurie. Sipas burimeve, Jared Kushner ka mbritur në Vlorë rreth orës 10 të paradites dhe aktualisht ndodhet në zonën e njohur të ujit të ftohtë, ku është akomoduar në një nga hotelet elitare të zonës. Më pas, edhe Ivanka Trump i është bashkuar bashkëshortit të saj, duke konfirmuar praninë e çiftit në qytetin bregdetar. Lëvizjet e tyre janë shoqëruar nga forca të shumta policie, ndërsa autoritetet kanë marrë masa të posaçme sigurie për shkak të profilit të lartë të vizitorëve. Prania e tyre nuk ka kaluar pa u vënë re nga qytetarët dhe pushuesit, duke ngjallur interes dhe vëmendje në zonat ku ata janë shfaqur. Kjo nuk është hera e parë që Ivanka Trump dhe Jared Kushner vizitojnë Shqipërinë. Vizita e tyre e fundit në vendin tonë ishte në korrik të vitit 2025, çka tregon një rikthim të shpeshtë të çiftit në destinacione turistike shqiptare, veçanërisht në jug të vendit. Në korrik të 2025-s, gjatë mesditës rreth orës 13, çifti Kushner-Trump u shfaq pa paralajmërim në një restorant në Vlorë. Ata ulën në verandën e lokalit në një ambient ku ndodheshin edhe klientë të tjerë, duke preferuar të qëndrojnë pa protokoll zyrtar dhe pa rezervime paraprake. Sipas burimeve nga restoranti asokohe, Ivanka Trump dhe Jared Kushner kanë kërkuar të konsumojnë peshk të freskët dhe kanë zgjedhur sinagridhën, një nga peshqit më të shtrenjtë dhe më të kërkuar në treg. Peshku është përgatitur sipas një recete tradicionale shqiptare, i pjekur i mbuluar tërësisht me krip, një mënyrë gatimi që ruan shije natyrale dhe cilësinë e produktit. Ende nuk ka informacion zyrtar mbi agjendën apo kozgjatjen e qëndrimit të Ivanka Trump dhe Jared Kushner në vend, ndërsa autoritetet vijojnë të ndjekin situatën me masa të shtuara sigurie.